Dhe ne kemi hemoglobinometrin që është orientues për ne. Për të parë, tani të më shikoni mua të bëj gjilpëra live, ky kriter apo jo. Do bëjmë shpim të tu është gjithmonë një mjeke, e cila gjithmonë njëri që pratë. Në momentin që ti vjen dera e parë është kjo këtu. Patjetër që do të bëj mjeku seleksionimi, pra nëse ruesi është apo jo i përshtatshëm për të dhënë gjak. Vlera duhet të jetë 12.5 e lartë për femrat dhe 13.5 e lartë për meshkujt, në mënyrë që të kualifikohen të përshtatshëm. Do bëhet një shpim e vogël, mos ke frikë. Frikam, po, nuk do bërtas. Se dëgjova fare të shpjegimin, nga që kisha mendjen tek, po uroj e keni dëgjuar ju, kisha mendjen kë shpimi. Uroj e keni dëgjuar ju, pra nuk duhet të jetë diabetik në rast se diabetikët mund të durojnë gjatë, por vetëm ata që marrin mjekim me insulin janë të përjashtuar gjithmonë nga durimi gjatë. Nuk mund të janë. Nëse kemi diabetik që e ka të kontrolluar nivelin e glukozës, atëherë ai mund të durojë. A kuptoj, pra nuk përjashtohesh. Po, vetëm ata që kanë insulin. Me anë të hemoglobinometrit dhe për të parë vlerën është në rregull, 12.7 dhe kjo tregon që rudina është seleksionuar për të dhuruar, pra është një dhuruese e përshtatshme. Mund të jem dhuruese gjaku.